shkakun të mos vallahi thon. Do tema që mirën sot na si muslimanë. Me vetë Allah, pse e marr me çet tema thon. Nuk ka bashkëllim me përgjigje thon. Wallahi jo. Allahu xhallahu ala nuhi sunia përgjigje. Që 950 ka thirrë thon. Bash ashtu ka Allah thon. Adai, kush ki me konti? Ti ki me koni muslimani rëndam, ti me koni njëri që ishto. Qa që do me konë? Me Allah me ishto punët tua. Me Allah me ishto temat e tua, se të s'kime, për shambull, ti a ki me konë njëri që përmes leximit edhe arritës tona, kimi rregullu punë të umetit. Jo, se kur kush vetë, as i referencës. E pse përmirësh me ato punë? A është filon djetari, për shambull, i këti drejtimi, ati drejtimi, është kështut, për shambull, a prendu bo nuk e din obligimet e ti negruz. A është kjo tash, a është që kjo shpërqendrim? Shumë vëllap. Shumë. Ka qelë dugoj, 2 rregullat e shitbires në islam nuk e din, a me din fort mirë. Filon alimi ku ka gabu edhe kë, qëfar punë që kavën. Që kjo është, kush do me konti? Unë do me konti të këta musliman, i cili punen me halal. A do me konti që kjo? E për me konti që kjo, do me konti që kjo? Apo? Si kur sa e cilë nuk di ku ka me shku, këtë rrugë të qojnë dikun. A shdi ku ka me shku, ku përshkën, s'di ku përshkën japën. A ti suni thush, gabi me ki që i përshkën kësajt, suni thush, ka ti bjen mire ka, se kur kësë të shkuaj japën. Ama kur do me konë thash, do me konë prindi mirë, bashkërti mirë, kojshi i mirë, djali mirë, muslimani mirë, do me konë, kejtu që kjo do me konë, e për me konë që kjo duhet që ders me ngu, për me konë që kjo duhet që libër me zuapën. A kupton? Pa e ku nuk din që ka do me konë, nuk din që ka do me zuapën, është normal. Andaj, japi vetë pyetje, kush do me konë të lapën? Do me konë si fren hoxha. Tani lexon që ka lexuar ai hoxha. Ama kush kimi ku jos do me konë si ai? E do me konë që do me konë si çiku. E si ai do me konë? E pse për këtë temë? E pse mirë me çit punë? Pse? A përshaj që shejtani ka vënë kurtha që këshë po mirë me do punë të mbaja, a e din shumë mirë që me 3-4 pyetje këtë projekti bën ujë. Ose mos e zhvlerëso vetën ka shumë valla. Mos e zhvlerëso ka shumë valla. Që unë e di, i mëson do temat përgjithshëm, i mëson do çështje të përgjithshme, edhe bën mohabet. Me 2 pyetje ti e demaskon dorë. Si kërkon Allah. Ani disa kanë edhe vinë edhe për shembull nga me të kallëzuar që unë lexoj tani një 2-3 fjalë arabisht i përmenda. Mërash që masoj nuk din as 5 nuk din me kallëzuar, thon. Nuk pish punë, mëson arabisht. Po nuk i nevojë me kallëzuar 2-3 fjalë që atë nuk ka letë me i qëndru për ballë pyetje, vëllazë një. Ti mund të prakë po, lexon edhe sa dush ama kur shton para një profesori shumë përgatitur na thon, me 2 pyetje ai dhe me deklasuar. Se nuk ka letë me dal për ballë diku që me bumë vet, fort diçka me thon që unë nuk ka letë. Para me dojtë për Allah xhallahu ala me thonë, pse? Ose kush i konë? Këtë është me konë që ky? Po për me konë që ky dhe është shtu me bërë. Nga që adina me konë. Unë s'po thëmë së më konë bënë ambicje sa dush, po ambicje real, logikshme. Ate së në të dikush në më konë, për ambicjeve është për shamë që ambicjet ka një kur flasë, për ambicje ka dhe bon imaginare. E si të bon imaginare, ta një bon të pamundshme, edhe esin veç të të folë. Kur temat për ambicjen ma shumë imbo, do më tema relaksuse, se inkurajuse. Apëton. Problema kjo po. Në për selefin e për sabë më shumë flasim më opton për mu knaq, se për me marë mësime dhe për mu qërtu opton. Qërë që ka më bëjnë njësëm? Qërë e burra të i po. A një ide? Qështë ka thonë Enes ibn Nadr në hud? Nëse ka vdek pejgamberi sa ma, po që në edhe pra desni që shu dekaj, sa ju dek të ecë, ju të nejtë, dhe me ko muslimani dur, dhe me ko shambull, dhe me ko me ndikim po që shtu bosh. Po jo me pralla me fjalë poshtë e përpjet me tema që s'përkasin që kur kush njët s'ka me të vetë kur për to, e i kelon temat esenciale, bazike që ti me to mirë është vazhdimisht apo. Kush do me konti? Kush jeti apo? Kush do me konti? Kush jeti apo?